Emisioni që thot fshati këtë radhë është ndalur në fshatin Radhim, në një pjesë të radhimës turistike, të pazbuluar ndoshta për shumë prej nesh, kryesisht për ata pushues vendase të huaj që zgjedhin Radhimën për të pushuar në sezonin veror, por që nuk e din që ka një fshat sipër pjesës turistike, i cili ndër dekada ka qenë i njohur si vendi i agrumeve. Siç tregojnë edhe vetë banorët e zonës, me qendra rrym portokalli, mandarina dhe limoni, kanë qenë të mbjella në Radhim, fshat ku prej vitesh u kthyen në burim të ardhurash për shumë familje. Por fatkeqësi e madhe që sot në Radhim sipas vetë banorëve nuk gjejnë më as portokalle, as mandarina e as limona. Pemët e agrumeve të mbjella në fshat momentalisht numërohen me gishtat e dorës. Banorët thonë se gjithçka ka mbetur nga Radhima e dikushme, janë mira rënj ullinj që janë në fshat, i pjesët e cilave shekullor, të mbetur shkret. Bëri kureshtje diçka. Kur hyra në fshat ajo Radhima e portokalleve, manderinave, sikur pak nga pak po zhdukur. Tani ajo vati sot e 30 vjet që është zhdukur ai, tjetër ajo që një vepër arti, ato ishin 500 hektar tokë me agrume, me ulli, me vreshta, kanë qenë 200 hektar vreshta kullar. Kështu që ai sektori më tani ka marrë drejtim turizmi i Radhimit. Tani, po pse u zhduk? Gjitha ato pemtari, agrume, limona, portokalle, mandarina. Çfarë ndodhi? Se u zhdukën tani ato gjëra, e se u kërkoni politikan, se ishte pjesë e politikës, që e komunizëm, në ashti jemi kapitalistë. I dëmtuan? Po u dëmtuan, përdej u dëmtuan, po u hoqë shërbimin ndaj tyre, u prishën brigatat, u prishën sektorët, ikën në kurbet njerëzit. Merren më banorët këtu me agrume? Po. Të pak janë, kanë që kanë patur ashtu, po më shumë ka marrë drejtim turizmi puna e Radhimës. Ti më duket që shikosh buzën e detit është e mbushur me platacione pallatesh. Që e platacione agrume, tani është kthyer platacione pallatesh. Ama keni ullin? Po, ulliri po. Me ullirit i kemi dhënë drejtim ata që kanë qenë të vjetër, shekullorët, një pjesë që u mbullën në kohën e sistemit të Enver Hoxhës, edhe një pjesë tani kanë mbjellë dhe tani një pjesë kanë mbjellë. Merresh me ullin personalisht? Ja, pak o gjënojnë 50 rënë kanë të gjitha. Unë jam për vete jam punoj si usjelësit. Çfarë kultivojnë kryesisht? Çfarë lloj ulliri? Këtu varieteti i hershëm ka qenë shekullori, ka qenë ulli Kalignot. Edhe në kohën e Enver Hoxhës më pastaj i vetmi ai ka qenë se ajo është kuptohet që ka më rendiment nga të gjithë ullit. Kështu që tani ato gjërat e drejtimit, çfarë drejtimi do ka marrë, me çfarë ka qenë, është si nata me ditën. Askush nuk merret më me portokalle dhe limona apo agrume. Jo. Nuk ekziston. Absolutisht. Është zhdukur traditë. Po jam pëlqyer se ato duhen kush agroteknikë, ato duhen të punohen, duhen të vaditen, kishte një sistem vaditje, kishte brigata që i mbanin, u bënin shërbimet, u bënin plerime. Po sistemi i vaditjes momentalisht ekziston më? Sistemi i vaditjes janë prishur, një pjesë atje ku i kanë zënë ndërtimet janë bërë janë prishur. Ujtë për shembull për vaditje vinte nga ishte vepër furnizimi me ujtë e vaditjes. Edhe ato janë prishur tani vinte nga Targas, nga fshat Targas aty nga izvori Targas. Bëri përshtypje kur hyra në fshat kjo, portokalle, limona, le themi mandarina. Që janë të degraduara? Po, që s'ekzistojnë më. Po do fuqi punëtore, ku janë djemt? Ku i kemi? Ka nikur të gjithë kemi ngelur moshatar. Nuk kam më. Po nuk kam asnjë, ja shikon ti, ja të vinë makina tani se kemi qenë në një vakineve dhe gjithë pleqike. Me çfarë merreni kryesisht? Me çfarë merremi? Ne asnjë gjë. Gjithë në shtëpi. Gjithë në për shtëpira, me atë pensionin që kemi me 200.000, kush 200, kush 100. Askush nuk merret më me portokalle, limona,
Mandarina. Asnjë smeret me ato. Pse? Po smeret se s'ka punëtor, s'ka fuqi punëtore. Ekziston më sistemi vaditjes si diku? Jo, s'bet fjalë për ato, është prishur sistemi vaditjes. Ne vetëm ja shpresë tu me sa shohun është ulliri, asgjë tjetër. Ulliri, vetëm se ulliri, kur marrim ndihmat, Keni ndonjë ndihmë për ullirin? po patjetër se neve vetë si bëjmë dot. Ti vetë ose familja jote kultivoni ulli? Po patjetër, kultivojmë ullinj edhe shumë. Sa rrinj ke? Kam gati 200 rënj. Çfarë lloji, çfarë tipologjie? Karninjot. Ti thjesht prodhon ulli apo shkon dhe më tej te vaj ulliri tek Patjetër ullirin që vjelëm e bëjmë vaj. ke ku e shet pamiqjes? S'ka treg, shumë me vështirësi. Po me kë punon, me kë merresh? Unë kam fëmijët, Jeni të angazhuar gjithë. patjetër, të gjithë të angazhuar. Pret më shumë mbështetje për ekonominë e radhimit. Nga kush? Nga shteti personalisht. Nga kush shtet? Nga cili shtet? Pas ke humbur shpresë. Po patjetër që kemi humbur shpresat. Nëse Përderisa na kanë ikur fëmijët, çfarë shpresë do mbajmë neve? do t'i kërkoje diçka shtetit për ta përmbyllur, çfarë do i thonë? Çfarë do i thosha shtetit unë? Shteti vetëm të kemi qetësinë, se të tjerat i po i zgjidhin vetë. Me kalimin e viteve edhe fshati Radhimës po ndryshon me fizionominë e tij, ku nga fshati dikurshëm i agrumeve, pak nga pak po kthehet në një vend turistik. Edhe fshati i vendosur në pjesën kodrinore, ashtu si via bregdetare, po përshtatet pak nga pak drejt turizmit, njësoj si Bregdeti i tij. Banorët e fshatit të Radhim tregojnë se aty kanë nisur ndërtimet e reja, kryesisht të njësive hoteliere. Madje edhe shumë prej tyre po i përshtasin shtëpitë në funksion të turizmit, ku ky sektor po kthehet në burimin kryesor të ekonomisë së tyre familjare. Radhima sot ka marrë një tjetër drejtim apo jo, atë turistik? Kështu duket, Ka turizëm, ka zhvillim? ka, varet, me viter, ka, si janë tëra vitet njësoj. Jam me lu atje, çdo gjë. Turizmi 3 mujor apo Kuptohet ai, 3 muaj turizmi dimor është shumë rrallë. nuk kemi arritur ta i gjithë vjeçarjeve? Jo, Ke shpresë se do arrim aty? ku nuk e di, unë për vetes s'ma mendje. Faleminderit shumë. Ti ju jetoni në fshat? Këtu jetojmë këtu. Si është Radhima, si është Po. qyteta? Radhima është vend i mirë, shumë i mirë. Ka marrë atë? Vetëm presëm një më të mirë që të bëhet. Ka marrë një drejtim tjetër Radhima në sensin që është në bërë shtime, turistike. po edhe ka marrë, po prap. Zhvillimi i sektorit të turizmit dhe pritshmëritë për zhvillim që ka ky fshat ka bërë që një pjesë e personave në moshë të tretë, që prej vitesh kanë qenë të larguar nga Radhima, të kalojnë një pjesë të kohës sërish në fshatin e tyre. Përgjatë rrugëtimit tonë në Radhim, takojmë një prej tyre, i cili kthehet shpesh nga Amerika për të kaluar disa muaj në vendin ku u lind e u rit për shumë vite. Teksa tregon për ç'të thot fshati, edhe arsyet pse kthehet shpesh në vendlindje. Unë faktikisht nuk jetoj këtu gjithkohën, me kohë plot, po jam retire, i themi në jam pension. Ku jetoni? Unë jetoj në Amerikë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet Bashkuara. New York. Nuk të ndahet vend zemra nga vendi jot apo jo? Pa tjetër, nuk diskutoj atë, po të ndahet zemra nga vendi është ndarë gjithçka. Po çfarë gjen këtu që se gjen në Amerikë? Shumë gjëra gjen këtu, shumë gjëra gjen dhe atje. Dhe ai është më dhe ujimi i dytë, po edhe këtu ka ato, ke njerëzit e tu, ke ambienti, ke shumë gjëra që janë më së miri mund të shijosh këtu në të vend. Po pse njihet Radhima, fshati turistik i Radhimës? Fshati njihet për shumë gjëra, para njihet për klimën, jashtëzakonisht mirë, për pozicionin që ka, për plazhet që ka poshtë. Ka shumë avantazhe në krahasim me
fshatrat e tjera këtu. Shojmë edhe shumë ulli. Po, diskutohet, kjo zona që bën shumë ulliu, portokallën, limonin, kjo është zona që është zhvilluar me kohë, për 50-60 vjeç. Një traditë që vjeçare besoj, kjo është zonë. Po. Çfarë kultivohet më tepër te ulliri? Në çuptim se. Çfarë lloj ulliri, vaj ulliri, Po, çfarë gjetet? shumica e këtyre janë ullinj të vjetër, ullinj shekullor, nuk është se janë bjellë të reja, janë bjellë që në kohën 40-50 vjet përpara janë bërë taracat që unë bëllë me limona portokallë, unë bëllë dhe ullinj të rinj, shumë gjëra. Po pse janë zgjedhur pikërisht ullinjt apo dhe limonat portokallë? Është klima që e bën, E favorizon klimën. shumë. E favorizon klima këtu dhe është nga më të mirët. Vetë merresh ndo pak me këto punë? Më falë? Vetë merresh ndo pak me këto punë bujqësi? Faktikisht unë nuk jam marrë me ato punë, se unë kam punuar atje për një kohë shumë të gjatë, rreth 30 vjet, në New York. Por këtu merrem me këto punë të mia, të baçës time. Do kthesh një ditë përfundimisht në radhim? Patjetër, nuk diskutohet atë punë. Koha ime është më tepër këtej se sa ndaj. Pavarësisht zhvillimit që ka pësuar vitet e fundit, fshati Radhim në investime kryesisht private të vendosura në funksion të turizmit. Nga ana tjetër, investimet e pushtetit lokal ose kanë munguar ose janë realizuar përgjysmë. Njëri prej investimeve më të rëndësishme të kryera vetëm një vit më parë është edhe rruga e fshatit. E pavarësisht se kjo rrugë ka përfunduar së rehabilituari, banorët që jetojnë aktualisht në Radhim e kalojnë çdo ditë aty, tregojnë se investimi është realizuar i cunguar. Sipas tyre, rruga është ndërtuar me një gjerësi minimale, e në të është hedhur vetëm një shtrese holl asfalti. Rruga kur është bërë? Sa ka që ka përfunduar? Po ka 6-7 muaj. 6-7 muaj. Po. Ju bët një kërkesë si rruga t'ishte e gjerë apo? Po, t'ishte e gjerë që të shkëmbehemi, vetëm kaq, asgjë tjetër. Nuk është se neve i kërkuam një diçka tjetër. Po në vend të saj çfarë realizuan ata? Ja këtë që juve i shikoni që të vini lart. Nuk është here e parë që juve i vini në Radhim. Se neve ju ndjekëm si televizion, jemi shumë të kënaqur, por me juve si televizion flas. Shumë e ngushtë apo jo? Po është shumë e ngushtë, se atë ku fillon vetëm hyrja të fshatit është kjo rrugë që shikoni. Edhe një shtres vërtet e holl. Shumë e holl, si shtres. Po pse nuk ja u dëgjuan kërkesën? Atë nuk e di unë se pse nuk u dëgjoj kërkesa. Neve flasëm, po nuk dëgjohet, po që dhe ata kanë bërë punën e tyre. Se s'kemi si të themi që nuk e kanë bërë punën. Aq ishin fondet, na thanë. Ama ka ndryshuar edhe disi realitetin. Po, ka ndryshuar, realiteti ndryshon, po të pak të ndryshoj siç është për të ndryshuar. Ta plotësoj kërkesën? Po, bëje kërkesën siç e ke për të bërë, po. Siç është për të banorët edhe për ujin. Pse do na i çoj një orë në ditë? Ne e paguajmë. Të mos ta çoj një orë në ditë, paktën të na i çoj 2 orë të paktën që edhe neve. Një fshat turistik me potencial të jashtëm. Po. Është një mrekulli, dëgjoj, është një mrekulli, është si veshka në mes të dhjamit që si mungon gjë. Po. E meritonte një rrugë. E meritonte. Nëse do t'i bëjë një thirrje pushtetit për një problem që e cilëson më madhorin. Shkolla, rruga dhe ujë. Kaq. Fshati i Radhimës është i mbaruar. Jetë të jetëve këtu. Në Radhim, nëse plotësohen këto, nuk ka pse ti ki unë të vete të punoj diku tjetër, pse do i ki vlla im apo motra ime apo edhe ashtu, pse do i ki një shteti? Po do punonim këtu, nuk ka pse ti mja. Ti dëgjon një zhurmë. Ti the shqyr që unë ja dolla këtu se ti s'po shije një njeri që të trokisje vlla. Problemet vijojnë edhe me rrugën në brendësi të fshatit, ku banorët e zonës thonë se kanë hall më vete, edhe ndriçimin rrugor. Banorët tregojnë se mungon ndriçimi. Sipas tyre, dritë në këtë rrugë bëjnë vetëm shtëpitë që gjenden përgjatë saj, ku përgjatë orëve të mbrëmjes, ata tregojnë se nuk dalin dot nga banesat, pikërisht për shkak të errësirës. Drita nuk ka. Drita ndriçim rrugor. Unë të jap taksat. Pse nuk ka drita? Leta që ndime, në behar, dita me dita, po se i thoi ju në qytet. Ti natë për shumë këtu të kjo rruga nuk del dot, se është errësirë. Del, po më mba dikush për krau. Këtu bëjnë dritë vetëm këto, drita të shtëpive. Po gjuna jemi pensionistë të vdekur të pakallë, se bëjmë dhe shaka, po
Po e dy drejta në fshat që ka dhe fshat këtu, ka dhe njerëz që jetojnë. Unë si qytetar, t'i jap ato që më kërkon. Ti si shtetë, s'mi jap. Shojmë shtyllat janë. Po shtyllat bukura janë. Edhe unë i bukur jam, po brenda jam i kalbur, se jam për rrugë. Po janë për bukuria, po jo? Nuk Po ndryqoj. bukuria, ha. Keni kërkuar ndonjëherë të ndriçimin për shembull? Jeni ankuar? Tuk, që ham njëri gjera. Shumë pesimist jem. Po na moshatarët kemi ndarruar një dy breza, atëre. Edhe asgjë s'është bërë. Mirë, një pyetje të fundit kam. Pret bëhet më mirë? Ha? Pret të bëhet më mirë? Shpresa desa fundit. Shpresa desa fundit. Shpresa desa fundit. Në radhim apo edhe në ndikimin që megjithse jemi në 2026-ën, ky fshat ka një sër problemesh e nuk ka marrë zhvillimin që meriton, nuk ka ndikuar vetëm pushteti lokal apo qendror. Banorët e zonës tregojnë edhe një tjetër anë të errët të situatës. Sipas tyre, fajtor janë edhe ata që jetojnë çdo ditë në radhim. Banorë të papërgjegjshëm, të cilët hedhin mbeturinat vend e pa vend, duke ndotur ambientin. Mbeturina këto që sipas banorëve hidhen edhe jashtë kontenierëve, madje edhe në oborret e shtëpive të tyre. Fshati radhim thotë shumë. Si këtu ka 35 vjet problemi kryesor është mbeturinat. Plastik. Mbeturina kudo, shqetësimi kryesor. Dhe këto punimet janë bërë tashti. Po pse mbeturina? Jam. Mbeturinat e familjeve. Merr hidh vend e pa vend. Edhe njerëz. Nuk janë në kosh njerëzit, vetë, janë të pa ndërgjegjësuar fare. Po për të pastruar. Vin një herë në 20 ditë kamioni që i heq. Te ku kanë kosh, ku ka kështu nuk. Po si ja bëni për këto mbeturinat rrugë? Kush i merr në makinë dhe i hedh në vendin e caktuar. Pjesa dërmuese i hedh në ambient. Pak njerëz ka, kuptoni? Nuk ka shumë njerëz. Pak një banor. Po ata që janë mbetet i hedhin në tokë, mbeturinat. E familjeve janë në tokë. Tu e zgjidhur kjo mbeturina? Është problemi në munit, të çojnë në ca vende këtu ti kërmën e kokës. Ja që këtu, të cepi. Po si mund të zgjidhet? Se zgjidhet, këtu të mblidhet kush është kryetari i bashkisë, administrata plejësia e fshatit. Është tej për tej. Është problemi në munit. Duhet të ketë masa ndëshkëtorë. Këtu do të ketë masë të bërë një ligj në parlament që të fusin në burg kush janë mbeturinat në tokë. 5 vjet. Po 35 vjet, unë të çoj këtu, unë pastaj të bëj rrugën këtu. Këtu të vinë qeska, të vinë dollapi, koks. Nuk ndërgjegjësuar. Jo, edhe nuk komunikon, kupton. Po ti fasësh një fshatari, bësh armik me atë, kupton. Mbamëri. Pas rase që ka përfunduar kjo gjë në konflikt. Ava konflikta dy janë, ama ditë për ditë kjo punë shtu. Po u zgjidh mbeturina këtu jemi në rregull. Këtu është problemi i mbeturinave. Që është vend turistik, nuk i lejohet kjo gjë. Është mbeturina, është problem madhor kjo. 35 vjet këtu mbeturina, do të çoj këtu. Të çoj në vende këtu ku ka mbeturina. Ke këtu me ton. Është kosh aty nuk veten kosh. Jetë aty në ambient. Për gjatë të rrugëtimit tonë në radhim, takojmë edhe kryetarin e fshatit, Kledens Gjimaraj, si hallkën lidhse mes banorëve të zonës dhe pushtetit lokal e atij qendror. Kledensi, siç tregon edhe vetë, përballet çdo ditë me hallet e banorëve të zonës, por edhe me përfaqësuesit e pushtetit, duke u kërkuar këtyre të fundit zgjidhje për çdo problematik. Si njohës i problemeve të përditshme, Gjimaraj tregon disa prej tyre që janë adresuar, teksa nuk haron të përmend as disa prej projekteve që pritet të realizohen në radhim në vijimësi që mund të vinë në ndihmë të banorëve të zonës. Unë jam Klemens Gjimaraj, banor i fshatit Radhim dhe një kohësisht kryetari i fshatit Radhim. Ka ikur ai termi dikushëm. Kryeplak, keni kthyer në kryetar, është kryetar, po. Besoj jeni hallka lise e banorëve me pushtetin lokal. Po, me njësinë administrative që ne na përfaqëson është Orikumi. Orikumi. Banorët përplasen tek ju, kur kanë probleme të ndryshme? Ka disa që përplasen, ka disa që shkojnë direkt në Orikum, se nga që janë më të fuqishëm ata, kanë më kompetenca. Por çfarë i shqetëson më tepër banorët? Ti besoj një më mirë hallet e përditshme. Po hallet e banorëve këtu në fshatin ton kanë qenë të shumta, disa janë zgjidhur, disa
kemi ndërmend të realizojmë me anë të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, të Bashkisë së Vlorës dhe kështu me radhë. Disa probleme janë që këtu arsimit shkollë nuk ka për momentin. Kemi një qendër shëndetësore aty që funksionon deri në një orar të caktuar. Uji është përkohësisht është me orar. Para 2-3 muajsh u realizua pjesërisht rruga që vjen lart në fshat. Ka mungon një fazë, me sa di unë, jam në dieni, mungon një shtres asfalti. Edhe po kryet një investim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit i rëndësishëm mendoj për fshatin lart po flas gjithmonë. Lidhja ti me bypassin. Me bypassin, një unaz që kap pjesën e fshatit del te rotondua në fund dhe disa rrugica të brendshme. Po çfarë ndodhi? Ti the investimi i pjesëshëm i rrugës. Banorët dhe ju sigurisht keni kërkuar një investim më madhor, pra që t'jetë një rrugë më e gjerë, përfshirë dhe elemente të tjerë. Po. Se u realizua kjo rrugë? Po ishte, për mendimin tim, ishte neglizhencë ata që bërën tenderimin nga projektuesit dhe kështu me radhë. Mendimin e kryetarit të mëparshëm Ermalit u zgjerua disi asfalti, u hodh një shtres, tani po presim shtresën tjetër. Nuk e di ku çalon problemi. Ndërkohë, në radhim brenda do të ketë një projekt që pritet nis? Po, nga dje ka filluar një projekt me sa diun në shifrën e 1 milion eurove, që janë këto që përmenda më sipër, jo unaze fshatit, disa rrugica të brendshme, ndriçimi i fshatit dhe trotuar, restaurim. Pra do kthehet një farë vëmendje edhe nga radhim. Po. Unë jam optimist me sa shkoj. Sepse në fshat, me sa shkoj në kohët e fundit, ka interes të shtuar të njerëzve që jetojnë jo në të radhimjotve, po njerëzve që kërkojnë këto shtëpia dhe vjetra, kërkojnë një si banimi për të blerë. Do shta është ai fokusi i turizmit, pra që kërkojnë të blenë? Po disa i duan për turizm, disa i kërkojnë për klimën për të jetuar vetë, nga më të ndryshme. Ka ndryshuar realiteti i radhimës sot nga ajo radhima e limonave, portokallave, ullinjve në radhimën turistike? Po tani atëre ishte limone e portokalle, tani është për turizm. Nuk është më te bujqësia, te blegtoria, është 100% turizm. Fiton radhima nga turizmi? Po shumë nga bashkëtarët e mi jetojnë poshtë në buzë të detit që kanë bazuar jetën në turizm. Ka dhe këtu që jetojmë lart dhe kemi bizneset tona poshtë. Po që fiton. Ashtu siç e përmend edhe kryetari i fshatit Radhim, sot nuk ka më një shkollë. Shkolla e dikushme fshatit ku janë edukuar breza prej vitesh është e mbyllur. Ç'thot fshati ka parë nga afër edhe gjendjen e shkollës, ku një dryn i kapur me zinxhir tregon simbolikën e plagës më të madhe të shoqërisë. Godina e shkollës së dikushme të mbyllur rreth 8 vite më parë, çdo ditë edhe më tepër po amortizohet. Nga shkollë, ambienti përreth është kthyer në një vend ku kullosin bagëtit e shpendët e oborit. Ndërsa kjo është shkolla e fshatit Radhim, deri kur para shumë vitesh mësonin me 10 nxënës, ndërsa sot që flasim, situata është krejtësisht e kundërta. Largimi i popullsisë dhe kryesisht largimi të rinjve ka bërë që shkolla e fshatit Radhim të qëndroj e mbyllur, siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time në derën kryesore, një zinxhir, por edhe një dryn tregon situatën alarmante të viteve të fundit. Pavarësisht potencialit ekonomik që mund të vijë nga zhvillimi i sektorit të turizmit, pavarësisht afërsisë me Vlorën që mund të sillte më tepër zhvillim dhe investime, por edhe pavarësisht bukurisë natyrore që ka, as Radhima nuk i ka shpëtuar largimit popullsisë. Ndërkohë që në fshat, sot është e vështirë të gjesh banor, aq sa na është dashur të shkojmë disa herë në Radhim për të plotësuar, dokumentuar këtë emision, nga fjalët e atyre që jetojnë në fshat. Aty jetojnë vetëm mosha e tretë, të cilët tregojnë se rinia tashmë është larguar prej vitesh për një jetë më të mirë e nuk mendojnë më të kthehen. Të moshuarit që jetojnë vetëm në Radhim,
tregojnë mes mallit dhe dhimbjes për largimin e fëmijëve se vetë një gjë që i mban në fshat është shtëpia, është prona. Si po shkon? Pleqëri. Ajo? Mirë mo, ja. Pas ke dal me kamere, pas ke dal. Jo, të bëjmë pyetje. Sot fshati, sot radhim. Si? Radhima ka vdekur. Pleqëri të gjithë. Nuk është më radhim që ka qenë. S'ka hiç. Ja. Një nga fshatrat më të bukur turistik ndërkohë. Që është fshat turistik i bukur është, po zburi dorë shteti, pleqëria s'ka që bën. Shteti ka mbaruar. Shteti mbushën xhepat e tyre e populli po vdes. Ju personalisht, me kë jetoni? Unë vetëm. Këto tilpullat këtu kam. Unë jetoj vetëm. Fëmijët i keni? Në Kurbet. Sa fëmijë keni? Kam 3 djemë të 3 në Kurbet. Ku kanë ikur, çfarë shtete shkryesisht? Një vogël ishte në Gjermani, në shikaj kur ai e pa që nuk e përballonte dot tjetër, kishte 2 fëmijë. Në punë vet, e shoqja mbarua për mësuese anglishe, se futi njëri në punë sot e 10 vjet. Edhe u detyruan ikën. Morën dhe fëmijët e ikën e mua më lanë këtu ku jam. Kush kujdeset për ty personalisht apo vetë? Deri tani vet. Pastaj se di se çfarë do vë, se çfarë do bënet, në nas di më gjë. Po shkojmë shumë njerëz. Kemi orë që kemi ardhur, po nuk po shkojmë njerëz. Të ke qenë në kush do shkoj? Kush do shkoj unë? Do vetë në dyqan të marrë një bukë do vinë në shtëpi. Nuk ka të ri. Ka rini fare? Shumë pak tim 10-12 veta që ta këve në shkollë. Jo, të janë që të punojnë e të mlidhen në në shtëpi, s'ka. Mbi 20 vjeçër s'ka njeri këtu. Po banor fshati në moshë për shumë mesatare apo... Shumë pak. Në larguar gjithë? Të gjithë kanë ikur qeteria o plak në ndej. Pse, Radhima është një fshat që ka potencial, është turistik. Ka turistik, po s'ke punë. Do të ndihmoj shteti ta bëjë një biznes, të bëjë një diçka me se do bëjnë. Është e vështirë kjo situatë. Shumë e vështirë është. Kjo situatë shumë e vështirë është. Këta kove. Asnjë, ti e i pash për ta. Këta kove s'ka njeri. S'ka. Ndërkohë kjo rinia që largohet apo dhe fëmijët e tu mendojnë të rikthehen? Jo. Kur në botë nuk kthehen. Çdo kthehen etaj. Punën andej, fëmijët i lindi andej, të gjithë andej, pse do vi këtu? Përse do vi? Të merr malli besoj. Po merr s'ka ku të ve, mirë sot kam këmeduar po nesër, mendoj për nesër. Se ngrihem në mëngjes shkava aty, që këtu mund të shkas edhe mund të vej këmbë. Pleqëri. Të thonë fëmijët të ikësh e ti të largohesh? Ata që janë në Angli më thonë, po jo viz, jo me këtë vete, po jo shumë të rri, po turistë kur i thonë. Vetë do largohesh nëse ti e ke mundësi? Jo. Se lëvën. Nuk ka më shumë për ti kur. Pa ti jesh e re. Ti jesh e re ke shikur. Nuk rri një sekund, po jam në këtë moshë që dhe fëmijë su vijë havale. Të vdes ande ju, të marrë dhe borxhat ata të mbien këtu mua, se ande s'dua të mblojnë. Edhe kështu mirë rri këtu unë. Tani më thoj, ma mbyll me mesazh për gjithë ata të rinj të cilët do të shohin apo dhe për fëmijët e tu. Çfarë do u kërkoje, çfarë do u thonë? Tu them të kthehen, nuk ka perspektivë. Të jenë mirë atje ku janë. Kaq do u them. Jo të mivet, po gjithë dimtë në nëve, se janë gjithë prindër që janë se sa si unë. Nuk jam unë vetëm. Nuk ta bën zemra ti thuash ktheu. Po s'kam se do merr, do i them ktheu, ku do vej? Do shej fëmijët. Ku do vej? Do të çosh drejt vojtjes kur. Ta bie këtu ta mallkoj. Atje të paktën ha bukiqet. Jo se kanë para, po e bëjnë jetën njësoj si gjermanët atje. Si mungon asnjë gjë për jetë që jeton. Këtu s'ka. Janë të huaj në vendin e tyre. Çfarë dosh? Të huaj e çmë ato. Thuaj diçka. Me kë jeton? Vetë. Vetë. Kam 3 fëmijë kam në vllah. Të shtëpit u mbanë në shtëpin, pozicionin që kanë të shtëpivet më u vedëm, një ulli, një mandarin që kanë në vli, ba dhe pak pula. Fëmijët më vene më vinë, po thuaj se ditë për ditë njërën ditë. Edhe? Ke frikë nga jetë sa vetëm nga jo? Po do më zë po qërë, po ju jam mësuar se unë 20 vjetë kam vetëm një si person, vetëm fare, se i kam rritë fëmijët jetim. Edhe fëmijët më bënë të mirë, shqyri Zotit edhe kaq. Të doje ti kishe fëmijët këtu? Këtu i kam. Jo, ti kishe në radhim. Në radhim, po t'ishe një mirë, po ja jetoj në Vlorë, atë sa atje kam dhe puna. Ti se lë shpinë?
nuk e lë shpinu, deri sa të kem këmbeduar pasaj edhe mëndje pasaj, me ata do i kideu. Ku do vete? Po jetesa në radhim si është? Por ne mirë është vetëm që ne bluan vetëm jo birë, ja kjo është e gjitha. Vetëm gjithë kohës? Ja, vetë që kemi një qik territor për jashtë avli, e kështu që merrem një qik luvizëm, edhe pasaj vetëm brënda, që do pi. E mërzitur duke? Po, mërzitur gjithë jetat ke qenë në. Çfarë do u thuash fëmijëve ime? Fëmijët, unë i lusë Zotit, sikur dhe brand të më rëmbej në për gjade, vetëm t'i lë prapas, për atë rritje që u kam bërë. Kaqë. Këtë puntat po e mbyllim me një pamje pa zë, vetëm pak sekonda, e cila tregon kaq shumë për një tjetër problem të fshatit. Kjo është ambulanca e Radhimës, e cila më shumë qëndron e mbyllur se sa e hapur, pavarësisht orarit. Një ambulancë e cila po të mos kishte të ngjitur në derën e saj kryesore adezivët që të informojnë se është një vend i ofrimit të shërbimit shëndetësor, nuk të do të allonte as pak nga një market i vogël familjar që është aty pranë saj, po në të njëjtën godinë.